Parku i Drilonit është duke ju nënshtruar punimeve për rikualifikimin e tij, duke i shtuar më tej vlerat turistike. Këshilli i Ministrave miratoi dje shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme prom private që preken nga realizimi i projektit të parkut ujor Tushemisht Drilon në Bashkim Pogradec. Sipas këtij vendimi, pronarët e pasurive të paluajtshme do të kompensohen në vlerë të përgjithshme prej 5.2 milion lekësh, fond që do të përballohet nga buxheti i shtetit. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në fletoren zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij. Pronarët e pasurive të paluajtshme do të kompensohen pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin, e cila kryen procedurat për likuidimin e pronarëve.